Deputet opozitar, detyra e një opozite është oferta politike e saj, ndryshe nga oferta politike e maggiorancës. Rotacionin që kaq shumë e doni, nuk mund të bazoni me pathos se këtë do të kap spaku nga maggioranca. Jeni kthyer në një tifozëri sedentare, që i lutet Zotit aman t'i heq spaku këta që të vim në. Por rotacioni bëhet me vot dhe jo me lutje Eduard Trokitje. Sot buxheti 2026 që prezantohet në këtë sallë është premtimi i mbajtur i ofertës politike të Edi Ramës. Kush është alternativa juaj? Çfarë i ofroni ndryshe shqiptarëve? Partia Socialiste është e vetmja parti që ka një ofertë politike sot për vendin. Ju keni emrin Partia Demokratike, por me demokracinë brenda partisë nuk keni lidhje. Tek ju për të qenë pranë faraonit Sali, duhet jesh humbës, duhet të mos kesh shtyllë kurizore, duhet të jesh një kamaleont politik i cili ndryshon gjyrë dhe formë. Partia Socialiste është e vetmja parti që ka një ofertë politike sot për vendin. Ju keni emrin Partia Demokratike, por demokracinë brenda partisë nuk keni lidhje. Tek ju për të qenë pranë faraonit Sali, duhet të mos kesh formë, shtyllë kurizore, të jesh një kamaleon që ndryshon madje qëndrim politik edhe brenda 24 orëve. Është normale ndoshta për llojin tuaj që të bëni këtë lloj opozite, që për të thënë të drejtën nuk është se nuk na vjen për shtat. Por, jo. Edhe ne do të dëshironim një opozitë më të mirë, një opozitë serioze, një opozitë që nuk e ka luftën personale me askënd, por e ka luftën ideologjike.